Në nisjen e Ramazanit, dhimbja për mungesën e njerëzve të dashur bëhet edhe më e fortë. Selvia Jao, bashkëshortja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, ka bërë një dedikim rrënqethes për të. Përmes dy fotografive bardëzi ku shfaqet e përqafuar me shpatin, Selvia ka shprehur bëshllokun e madh që ndjen në prag të këtij muaji. Ramazani po vjen, një vend në tavolinën tonë do të jetë bosh, ashtu siç është jeta jonë pa shpatin. Shkroja ajo mbi imazh duke konfirmuar se dhimbja e humbjes mbetet e freskët. Përveç shprehjes së mallit, Selvia ka bërë një kërkesë të veçantë për të gjithë besimtarët që do ta argjërojnë. Në lutjet tuaja këtë muaj, ju lutem mos e harroni dhe shpatin, një lutje për shpirtin e tij. Allahu e mëshiroft, ishte mesazhi i saj prekës. Në përmbyllje të postimit, ajo ka gjetur forcën për të uruar ndjekësit, dhe juve inshallah Allahu ua lehtësoft dhe ua pranoft këtë muaj të bekuar, shkroi Selvia, mjaft e pikolluar në profilin e saj në Instagram. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Selvia Jao dhe Shpat Kasapi sollën një jetë një djalë të quajtur Roel.